në fund të kësaj pjese të ligjëratës ta marrim një shembull që gati identik me shembullin që keni ju në testet e juja praktike. Do të shkojmë dhe do të insertojmë së pari një figurë. Shkojmë dhe tash e definojmë në figurat që janë, e definojmë figurat dhe e marrim figurën, i thona insert. Na është insertuar figura me masit e veta që janë të definuar këtu. E zvoglojmë pakës figurën, shkojmë në home, e vendosim në mes figurën dhe mbi këtë figurë do ta vendosim një tekst. Teksti do të jetë teksti dekorativ. Do t'i thona insert, word art, informatika. I thona ok, dhe tash e definuam edhe tekstin. Teksti mund të rregullohet me format e ndryshme, do të thonë të mbushet me një ngjyrë të caktuar. Të rritet lartësia dhe tash parafërsisht pe definojmë sa na nevojitet neve. Dëshirojmë to me vendos në këtë pjesë. Çka bëjmë tash? Order, hyperlink, format, word art. Mundi me shkue ose këtu me shkue në text wrapping. Shiqoni, in front on text. Do me thonë, mbi pjesën që është aty e definume. I hupon kornizat tekstit dhe tekstin tash mundi me bart këtu. Me thonë, e shvendosëm tekstin dhe teksti është mbi figurën. Dhe kjo është komplet detyra që mund të kërkohet prej jush në këtë masi. Tjetër janë për masat e këtij vizatimit, të cilët i gjojmë në format, dhe ndryshimin e kësaj mundi me bë drejt pas drejti me shënuar këtu dhe me bë ndryshimet e përmasës së vizatimit që është e dhënën.